Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi këtë të martë mbledhjen e radhës ku në unanimitet të plotë nga anëtarët u miratuan disa vendime të rëndësishme. Në fokus të diskutimeve ishte miratimi i proces verbalit të mbledhjes së mëparshme, si dhe dhënia e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë. Gjithashtu miratuan tavanet përgatitore buxhetore në lidhje me programin për periudhën 2026-2028. Ndërsa u diskutua edhe për programin afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetin vjetor të vitit të ardhshëm. Korrespondon në akti normativ nr. 5 të datës 14/12/2025 për menaxhimin e mbetjeve. Është granti pa kushtozuar sektorial që i bashkohet këtij funksioni. Ndërkohë, projekt vendimi i dytë që ka të bëjë me një ndryshim në paketën fiskale i referohet zgjerimit të bazës së taksueshme për parkimin për furgonat, autobusat dhe makinat të parkuara tek agjencia e vjetër deri tek lagjen punëtore. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte miratimi i dokumentacionit për të moshuarit që janë banor të shtëpisë të moshuarve Shpresa e Jetës në Gjirokastër. Në fund të mbledhjes, Këshilli analizoi raportin e punës për vitin 2024 dhe shqyrtoi kërkesat e qytetarëve. Kryetaria e Këshillit, Merita Isaraj, theksoi rëndësinë e këtyre vendimeve për të garantuar një menaxhim efikas të burimeve dhe shërbimeve për komunitetin.